Trajneri Silvinho dhe stafi i tij kanë nisur të mendojnë seriozisht për formacionin që do të hedhin në fushë nga minuta e parë kundër Anglisë. Në daljet për shtyp, braziliani shpesh ka përsëritur faktin që i përshtatet kundërshtarit për të aplikuar më pas edhe mënyrën e rreshtimit. Anglia njihet për cilësitë fizike dhe shtatlartësinë, një aspekt që kombëtarja jone zotëron më shumë në repartin e mbrojtjes. Për këtë fakt, nuk përjashtohet mundësia që të luhet me 5 futbollistë, me 3 prej tyre që do të vendoseshin në qendër. E në fakt, alternativat nuk mungojnë me Kumbullën, Ismailin dhe Gjimshitin që do të ishin më të favorizuar kundrejt Ajetit dhe Mihaj. Megjithatë, duhet të studiohet edhe gjendja fizike e tyre, por edhe përshtatja me njëri tjetrin në këtë repart për të vendosur. Në krahun e djathtë, Balliu nuk ka rival, teksa në të majt, rivaliteti do të jetë mes Hadroj dhe Ali. Edhe në mesin e fushës pritet të ketë trafik lojtarësh, për të hedhur 4 njëherësh. Asani në të djathtë ka vendin thuajse të sigurt, ndërsa në të majt Bajrami. Qendra do të formohet sipas të gjithë gjasave nga Aslani dhe Ramadani. Reparti i sulmit mund t'i besohet Armando Brojës, i vetëm për shkak se e njeh kombëtaren angleze, ndërsa forma e mirë në javët e fundit shesi favoritë Ray Manajn, me dyshën e repartit të sulmit që konsiderohen edhe si faktor kryesor për të zgjidhur çështjen gol të Kuqezin.